Kjo është një shtëpi burg tash, nuk është më shtëpi për të banuar njerëzit. Kjo është një shtëpi burg. Nuk e djath. Nuk me djath më ka ngelur. Gatimet s'ka, nuk njifen më gatimet. Dhe gjyna motra është e paaft. Mbaj dyshesa, dhe këto, se nuk i mbaj dot batericat. Po patët mundësi të na ndihmoni, që na çojnë në një qendër rezidenciale, që të kujdesen për neve. Të flasim? Po, patjetër. Faleminderit. Unë e smur dhe motra është e smur. Asnjë s'më ndihmon. Shtyhem kështu në pislok jemi. Shtëpia është e papastruar, ka mbi një vit që nuk pastrohet shtëpia. Njëm në burg, dua të iki nga ky burg. Kjo është një shtëpi burg tash, nuk është më shtëpi për të banuar njerëzit. Po patët mundësi të na ndihmoni, që na çojnë në një qendër rezidenciale, që të kujdesen për neve, sepse ne nuk e shtymë dot të jetëm këtu, jemi në burg në shtëpi. Fobi, pesa mo, fobi. Sa ko keni pa ngrënë gjellë? Gjellë me lukë? 2 vjet. Gjëra të thata, nuk gatuaj fare, nuk bëhet fjalë as për gatim, as për bukë djath. Në përgjithësi kjo më ka ngelur, buka me djath më ka ngelur. Edhe me zi e ha dhe ato. Me zi e ha, me zi... Këtë e ka lënë nga dje pa ngrënë. Ja ka ngrënë kështu. E ka lënë pa ngrënë nga dje Silva.
Gjërat thata ham. Gatime s'ka, nuk njifen më gatimet. Ja jap për gjatë ditës ti haj kur të doj për s'ke më ushqim tjetër. Të njëjtat gjëra çdo ditë? Të çdo ditë po. Edhe bukë e djathtë. Kjo është dhoma që kanë qenë prindërit. Tu si fare unë. Robat në kanë ngelur varë pa veshur. Larjen e ka me siklet. Vetëm unë se motra nuk lahet. Se ndihmoj do të fare unë jam rënd për vete. Ri me orë atje. Sa vjeç jeni ju, Alma? Unë jam 62. Po motra? 60. Sa vite keni kështu, në të njëjtën situatë çdo ditë? 2 vjet bëj. Kjo është dhoma në tuash të fleu. Tu janë qafët një vit pa larë. Sërgohet do të atë krematin së rekolloj do. Ky është strati juaj? Po, Po motra ku flet? s'ka kremat fara jo. Gjithë natën ri është në këmbë? Rin, ka net që është tyna ashtu në këmbë. Po ka një kotu atje të vjetë të prishur që ri shtretë. Me pjesën e kurrizit, sa kohë ke që vuan dhe nga të erdhi ky problem? Asnjë s'ma ka thënë. Bëra një grafi një herë, sa që duhet të kesh vite që të ka filluar kjo gjendje dhe u agravua, u bë më e dukshme tash. Nuk e si dot. E keni të vështirë të lëvizni? Po. Mbaj dyshesa, mbaj këto. Në këto, se nuk i mbaj dot patericat. Kam bërë provë kur me ble paterica, nuk i mbaja dot. Vetëm këto mund të mbaj. Donë të atiki nga këto shtëpi, se unë si mbaj më dot shtëpi. Kam kërkuar që vjetë në asil që të më qojnë, nuk ishim mundësi këto të më qonin, dhe kështu që kemi ngellur këtu. Dhe gjyna motra është e pa aftë. Me dekada që ka ndonjë brenda në shtëpi, nuk e nxora dot. Unë kam punuar, kam qenë ekonomiste, finance. Kam qenë në qendrën e evidencës ekonomike. Deri në vitin 1995, na nxorën në asistencë. Kam marrë një vit asistencë, lek, dhe pasandaj s'kemi marrë me lek, kemi jetuar me lekët e prindërve, me pensionet e tyre, sa ishin gjallë ata. Motra ka qenë me probleme, unë jo. Unë së mund e ime është kjo që nga viti 2025. Po motra ka punuar më herët? Ka punuar, po. Ku ka punuar? Ka qenë në herën e fundi që ka dalë, ka qenë në drejtorinë e doganave, për kthyse, për frëngjisht.
Mund ta thuash diçka frëngjisht? Të kujtohet ndonjë fjalë? La maison. Çfarë do të thotë la maison? Shtëpia, la maison. Deri në cilin vit ka punuar, mban mend? Deri në vitin 1994 ajo. Motra nuk ka qenë e smur atëherë. Jo, nuk ka qenë e smur. Alma, ne tani po largohemi dhe shpresoj shumë që të kthehemi së shpejti me lajme të mira për ju. Po, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për jush. Shpresoj të mbaroj këtë vuajtje, të gjendje burgu në shtëpi. Jam në burg në shtëpi, duhet më besoni drejt. Jam në burg në shtëpi.